Çifti në lojë mbrëm në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 ka pasur një bisedë. Pas surprizës që vëllai i bëri Selin mbrëmjen e djeshme, banorja duket se nuk e ka takuar mirin. Të dy e kanë diskutuar këtë situatë, ndërsa këngëtari pretendon se Selin nuk e takoi për shkak të asaj që i tha vëllai i vetëm. Selin tha se nuk e ka bërë me qëllim, ndërsa Miri pretendoi të kundërtën. Miri u shpreh se ke bërë 2 lëvizje që nuk më kanë pëlqyer. Kemi ardhur 39 ditë bashk, hyrja jote në shtëpi duhet të vihet direkt të më takoje mua. Edhe kur i takove të tjerë, detajet bëjnë diferencën, fillove duke takuar gjithë shtëpinë. Kurse Selin u shpreh që po ja fut kot, ula direkt në divan. Kur bëri mbylljen, erdhën njerëzit më takuan. Kurse Miri u shpreh se herën e dytë dole dhe i takove të gjithë shtëpinë. Duhet të vihet tek unë, të ulje, okay. Po ashtu ai ka shtuar se nëse nesër nuk kemi lidhje me njëri tjetrin, më jepje forcë mua. Duhet ta kishe imagjinuar doli ajo që kanë tentuar, se na tha vëllai, kaq donin këta, minimumi duhet të vihet të thojë faleminderit deri këtu. Po të isha unë do ta takoj aty, jo të tjerë se nuk i kam asgjë.